ose një gabim i dytë ishte ripozicionimi me policinë e shtetit, që shumë prej veprimeve do të kryen nga vetë BKH-ja dhe jo në bashkëpunim me policinë. Shpalli shkëputjen nga policia e shtetit. Po pse e quan gabim? Atëherë shikon. E para kjo krijon një ide të gabuar për një krizë besimi midis policisë dhe SPAK. Gjë që nuk mundet dot ti të vendosësh gishtin me institucion, me individ të veçantë. Krizë besimi e kanë me opinionin ama policia. Jo, më fal. Mbi institucionin, kur në Shqipëri nuk ndodh që ti t'i vësh gishtin, e ti thuash ti je i pabesueshëm. Mund t'i vësh individëve të veçantë, por që ti si prokuror, ata mund të ngres akuzë. Aty ku dyshon ngri akuzë, merr provat. Ke marrë goxhat celular nga policia e shtetit. Dhe deri më sot i s'ka arrestuar nga ata që ke dyshuar, që kanë dekonspiruar operacione, kanë qenë bashkëpunëtor me këtë edhe, të ka dalë nga skaj, është një gjë tjetër, po ti vetë me vendime, me veprime proaktive nuk e gjetur asgjë. Dhe e dyta, janë po ata policë që i mbrojnë familje këtyre njerëzve, këtyre prokurorëve, që i mbrojnë këta vetë. Pra, mos e merë kështu ti, kaq të prerë punën e ndarjes polici. Pastaj, me sa veta do bësh ti veprime proaktive? Ai ta i kemi të zbulime kapacitet. Jo, më fal, jo nuk i ka kapacitet. Kështu tha. 60 hetus, më fal, që ka tani, që po punojnë nga 10-12, asnjëri nuk punon tetor. 10-12 deri në 16 orë në ditë, se nuk ja dalin dot. Do marrin edhe 40 hetus tjerë. Sa të trajnohen ata. Do marrin shumë prej këtyre detyrave që do ju ngarkohen. Pastaj duhen vëzhgues terreni. Duhen ndërhyrje, forcat të ndërhyrjes operacionale këto. Ku janë trajnuar këta? Absolutisht. Këto i bën policia, i bën forcat operacionale, i bën Renea, etj. Vëzhgimin deri tani e kanë bërë me këta të operacionales. Dhe ka rezultuar i suksesshëm. Shikoni një ditë mbasi zoti Brau foli për qëndrimin e ri që do mbajnë ndaj policisë, 2 persona me rrezikshmëri shumë të lartë që kërkohen nga SPAK-u, shkoi dhe i kapi policia. Ku do ta gjej informacionin SPAK-u në lidhje me fshehjen autore këtu? Pra terrenin e ka policia e shtetit, është 12.000 efektiv. Taktike ti për t'i vënë nuk e di për çfarë ka bërë, po unë kam argumenta për të thënë që këtë qëndrim e ka të mase do ta modifikoj, do të krijoj një mundësi tjetër se për çfarë funksionesh do përdor vetëm BKH-n, por policia është e pasvendësuar. Ka një gjë, ju jeni vetë specialistë dhe e dini këtë, po që ju e dini të këto institucione ligjzbatuese ka gjithmonë divergjenca të tilla. FBI-a, DEA me policinë, ju e dini që kanë... Edhe DEA, nuk i ullë do të një tavolinë këta. Si ullë do të tavolinë, se cili kanë atë temi ambicien e vetë, kanë atë profilin e vetë. Po jo, që ti të shpalosësh një platforme të thuash që unë tani ndahem. Pse, unë shoh pak më ndryshe, Prishtina është gati, po unë duha ta zbus... është një model amerikan, po s'funksionon do të Shqipëri. Një sekond, po kjo modeli që ne kemi është model libanes, jo amerikan. Sepse po të hysh numrit të policëve, jo të policëve të thjeshtë, s'po hyke policëve të thjeshtë, po hyke shefat, drejtuesit, deri sipër. Mos përmend emra tani. I ke pasur gjithë në Koçat, s'ka në Koçat. Ti ke pas shefin e krimeve që ti ke 1000 celular të konfiskuar policisë, sekuestruar policisë dhe policëve. Tash për çfarë po flas? Në këtë mes, mesazhi që ai jep thotë, ose ju luani lojën me mua, ose unë do t'ju vej një vi ujë, dhe do t'emi deri këtu i lagën këmbët. SPAK-u ka bërë një punë shumë të mirë që disa prej këtyre policëve të evidentuar në bashkëpunim me organizatat kriminale i kanë nxjerrë nga rreshti dhe janë prapa hekura. Disa të dënuar, disa presin vendimet e tjera. Po vetëm vazhdojnë të dalin ama. Ashtu. Ata që dalin, po që dalin nga skaj, ka veprime të tjera? Mbahen në vëzhgim drejtor policie ose shefa komisariatësh në vijim? Jo s'mbahen. Pse? Më fal. Pse? Sepse ka shumë pak sot resurse për ta bërë këtë nga ana e BKH-s. Nuk e bën dot. Pa i ta do t'i kemi resurse. Prit pra. Më vonë, në të ardhmen 40, qeveria shqiptare ka planifikuar fonde vetëm për 40 hetus shtes. 40 hetus shtes, ka qenë, gjithsej. Tani me 100 veta, çfarë do bësh më përpara? Se ka një volum të jashtëzakonshëm dosjesh, të cilat edhe po shtohen denoncimet, shtohen kallëzimet. Qytetarët kanë fituar besim të institucioni fal punës që kanë bërë. Tani, gjithë ky volum i madh, do filloj të ndërtoj mbi ngarkesë backlog edhe ke këta. Gjë që deri dje këta nuk e kanë pasur. Po pra, dhe ky është një ngërç i madh. Pra terrenin të çosh ti të mbash me ditë të tëra, agent ose hetus e ke të pamundur. Pra, duhet të bashkëpunosh me pjesën e shëndetshme të policisë së shtetit, se janë burra dhe gra aty që kanë netur natën pa gjumë për operacionet e këtyre njerëzve. Janë këta, më fal. Ka një trup të shëndosh në policinë e shtetit, me drejtimin vertikal, të cilët kanë qenë ditë e natë bashkë me këta,
në operacionet dhe kanë dalë shumë suksesme, nuk është dekonspiruar asgjë. Dhe jo vetëm me këta, po dhe me ndërkombëtarët. Po ti s'mundet do ta paragjykosh gjithë policin vetëm për 3 durë të shtrëmbur. Po pra, kjo është. Nuk e di atë që un gabim. Që ishte e fortë, Prisita? Jo, më vjen keq që Karamuça mbullakos gjërat sepse ne jo vetëm SPAK-u, po gjithë opinionin shqiptar e di shumë mirë që policia shqiptare ka probleme të thella me bashkëpunimin me personazhe të inkriminuar. Ku janë? Po, janë gjetur, i është konfiskuar dhe pronat, ka akoma, vetëm të shikosh që shumica e aksioneve janë të dekonspiruara, nga 10 veta kapën vetëm 3, 7 tjerët janë nuk gjehen. Kjo s'ka nevojë fare për komente, as për analiza. Edhe unë mendoj që ka bërë në ligjërimin dhe fjalën e dur zoti Brau kur ka thënë që ne një pjesë të policisë dhe zvendësojmë edhe me BKH-n. Edhe kjo është mëse e dura, mendoj unë. Nuk mund të fshihemi. Brenda kësaj, ajo që më bëri mua përshtypje është edhe fakti që ndryshe nga zoti Dumani, ai nuk kuankua. Pra nuk tha s'kemi zyra, megjithëse ndoshta zyrat i kanë marrë, po thjesht që tha do zvendësoj me BKH-n. Për zyrat mund të ketë pasur një përplasje të vogël. Jo, nuk i kanë ndruar akoma. Nuk pritet të ditë, nuk e di. Është vënuar ndrimi i zyrave. Po ndatë 18 mbar. Midis tyre, po se duket ka dhe sisteme që zhvendosen bashkë me prokurorët. Kështu që zoti Dumani është akoma në zyrën e vet, derisa të bëhet kjo. Unë mendoj që ata kanë një harmoni vërtet serioze dhe të sinqertë. Jo, nuk kërkoj shtesë. Në datën 18 do t'i kërkojnë kuvend, kur të vijë, patjetër. Është sigurt. Në datën 18 ndrohen, bëhet kalimi i zvendësimit 18 duke në 18 të darkës, 12 të darkës. Po e rritet edhe një herë që unë mendoj që do ketë një vimësi të punës së tyre dhe nuk besoj fare se do ketë këtë që thot Karamuça. Unë them dhe atë që ka thënë për BKH-n, që do e zvendësojë BKH-n, është që ka vënë vullin që nuk funksionon marrëdhënia e SPAK-ut me policinë e shtetit. Nuk kanë atë angazhim dhe atë impenjim që ka... Ideja është një drejtues duhet thotë me që s'funksionon unë po e këpus, apo me që s'funksionon unë duhet përpishim që ajo të funksionoj. Gjë që ai e tha për BKH-n. Zoti Dumani është përpikur 2-3 herë në mënyrë publike ka vënë gishin drejt policisë. E vërtetë është. Edhe për sa kohë vazhdon një situatë. Bravo, po vazhdon një të linjë. Thjesht po thot. Patjetër që po. Po kam përshtypjen se Bravo është biles më fjalë pak edhe më punë mbaruar në këtë lloj veprimesh. Okej, mirë, më duhet shkojë ndërprerje shkurtër publicitare deri rikthehemi, flasim pak edhe për situatën e krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila shpalli SPAK-u për moment deri më 22 janar 0 vendimin e GJK-s për numrin 2 të qeverisë. Rikthehemi pas pak.